Produksioni Zëri i Shtimes prezanton tregime për fëmijë. Në këtë cikël tregimesh mund të dëgjoni 40 hadithe të shoqëruara me tregime për fëmijë. Mesazhi i së cilave vlen të dëgjohet, mësohet dhe zbatohet në jetën tonë të përditshme. Dëgjim të këndshëm. Tregimi i tretë. Palltoja. Çobani Ahmet ishte një njeri me shumë halle. Në vitet e luftës së tmerrshme kishte vuajtur shumë. Gruaja i kishte vdekur, kurse djali e kishte humbur. Më vonë humbi edhe punën që kishte në qytet. Filloi të punonte çoban në një fshat. Një ditë, kur po kulloste delet në qoshet e rrugës, pa një të ri të sëmur, që po e dërgonin urgjentisht në qytet. Nga veshja kuptohej se djaloshi ishte më i varfër se daj Ahmeti. Ai kishte veshur një gjaketë të hollë dhe po dridhej. Daja e hoqi gjaketën e tij, të cilën kishte shumë vite që se kishte hequr nga trupi, dhe ja dha djaloshit të sëmur ta vishte. Kur mbërriti në spital, djaloshit ju desh të priste në korridorin e spitalit. Gjatë kohës që priste për t'u vizituar, ai u habet kur e ndjeu se dikush e preku duke i thirrur baba. Ngriti kokën dhe e pa. Djaloshin që kishte përballë nuk e njohu. Edhe djaloshi që e thirri baba, u habet. A i kërkoi ndjes duke i thënë, "Më falni, palltoja që keni veshur më ngjasoi me pallton e babait tim, që nuk e kam parë prej vitesh. Pandeha se mos ishit ju, babai im." Djaloshi i sëmur e pyeti për babain e tij. Pasi folën pak, e kuptoi se ky djalosh ishte djali i Xhaxhi Ahmetit. Ai i tha se nuk ishte gabuar, dhe se kjo pallto ishte vërtet e babait të tij. Pasi mbaroi vizita, bashkë me djalin e Xhaxhi Ahmetit, i cili tashmë ishte bërë infermier, u kthye në fshat. Sa i vërtet qenë ka hadithi i fisnik i pejgamberit ton alayhi salam, ku thot, çdo mirësi shpërblehet 10 fish. Vetëm ty Zot kam bezu, gjithëve na ke kriju. Dëgjuat tregime për fëmijë. Interpretimin e teksteve e realizoi Ensara Ahmeti. Incizimi u mundësua në produksionin Zëri i Shtimes. Lutem